Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Sot do të flasim për një temë që intereson shumë çifte, fertilitetin dhe mënyrën si ushqimi mund të ndikojë në të. Fertiliteti ndikohet nga shumë faktorë: hormonet, gjumi, stresi, mosha, mënyra jetesës dhe shëndeti i përgjithshëm. Ekzistojnë disa ushqime që lidhen me funksion më të mirë hormonal dhe shëndet riprodhues më të mirë tek disa persona. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos u mbesni video që ju ndihmojnë të kuptoni më mirë shëndetin tuaj. Në këtë video do të shohim 5 ushqime që shpesh lidhen me fertilitetin, si mund të ndikojnë ato në organizëm dhe pse stili i jetesës ka kaq shumë rëndësi. Peshku i yndyrshëm. Peshqit si salmoni, sardelia dhe skumbria janë të pasur me omega 3. Këto yndyra mund të ndihmojnë në funksionimin hormonal, qarkullimin e gjakut dhe shëndetin e qelisave. Tek disa studime, omega 3 është e lidhur me cilësi më të mirë të vezëve dhe të spermës, por balanca është e rëndësishme, sidomos me konsumimin e peshqve që mund të përmbajnë shumë mërkur. Arrat dhe farat. Arrat, bajamet, fara liri dhe farat e kungullit përmbajnë yndyrra të shëndetshme, zenk, selen dhe antioksidant. Këta element janë të rëndësishëm për hormonet, cilësinë e spermës dhe mbrojtjen e qelizave nga stresi oksidativ. Seleni dhe zinku janë veçanërisht të rëndësishëm për shëndetin riprodhues tek meshkujt. Perimet me gjethe jeshile. Spinaqi, rukola dhe perimet e tjera jeshile janë të pasura me acid folik, hekur dhe vitamina të rëndësishme. Acidi folik ka rol shumë të rëndësishëm para dhe gjatë shtatzanisë, sepse ndihmon në zhvillimin hormonal të fetusit. Gjithashtu, ushqimet e pasura me hekur lidhen me funksion më të mirë të organizmit dhe energjisë. Vezët. Vezët janë burimi i mirë proteinash dhe përmbajnë kolinë, vitamin D dhe vitamina të tjera të rëndësishme. Kolina është e rëndësishme për zhvillimin e trurit tek fetusi, ndërsa proteinat ndihmojnë në funksionimin normal të hormoneve dhe qelizave. Në një dietë të balancuar, vezët mund të jenë pjesë e ushqimit që mbështet shëndetin riprodhues. Frutat e pasura me antioksidant. Frutat si boronica, sheka, luleshtrydhet dhe agrumet janë të pasura me antioksidant. Antioksidantët ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi oksidativ, i cili mund të ndikojë në cilësinë e vezëve dhe spermës. Një ushqyerje më e pasur me fruta dhe perime zakonisht lidhet me shëndet më të mirë të përgjithshëm. Çfarë ndikon në fertilitet? Ushqimi është vetëm një pjesë e historisë. Fertiliteti ndikohet edhe nga gjumi, aktiviteti fizik, stresi kronik, duhani, alkooli dhe peshat trupore. Tek disa persona, edhe mungesa e gjumit ose stresi i vazhdueshëm mund të ndikojnë në balancën hormonale. Fertiliteti ndikohet nga shumë faktorë dhe ushqimi është një prej tyre. Peshku i yndyrshëm, arrat, perimet jeshile, vezët dhe frutat e pasura me antioksidant janë ndër ushqimet që mund të mbështesin shëndetin riprodhues si pjesë e një jetese më të balancuar. Shpesh ndryshimet e vogla të përditshme janë ato që ndikojnë më shumë me kalimin e kohës. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.